Kosova ka rritur përpjekjet për të bidhur një nga talentet më premtuese të mesfushës zvicerane, Leon Avdullahun. Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Hakim Ademi, është angazhuar personalisht për të afruar 21 vjeçarin, i cili ka spikatur me parashitjet e tij për Bazelin dhe tani ka bërë hapin e madh drejt Bundesligës me Hoffenheimin. Në Zvicër, tashmë janë të vendishëm për rrezikun e humbjes së një lojtari me potencial të jashtëzakonshëm. Avdullahu ka qenë pjesë e kombëtare zinxhir të Zvicrës, që nga grup moshot U15 dhe konsiderohet si një prej mesfushorëve më premtues të brezit të tij. Mediumi zviceran Blik ka raportuar se te Zvicra duhet të kenë kujdes, pasi Kosova mund të marrë një nga mesfushorët më premtues në shtetin helvetik. Kambanat e alarmit duhet të bien për trajnerin e ekipit kombëtar të Zvicrës, Murat Yakin. Kosova është e interesuar për një nga talentet më premtuese të mesfushës zvicerane dhe aktualisht po bën përparimet e konsiderueshme. Fotografia që qarkullon gjanë me një moment në shkrimi kontrate në të shihet Hakim Ademi, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, dhe Leon Avdullahu, dirigjenti mesfushës së Bazelit që fitoi 2 tituj sezonin e kaluar, të dy shikojnë drejt kamerës. Ademi ka vendosur krahun mbi shpatull 21 vjeçarit dhe buzëqesh në mënyrë djallëzore, sikur të kishte realizuar një gru shteti, sikur ish lojtari i Bazelit dhe tashmë profesionisti i Hoffenheimit të kishte vendosur të luante për Kosovën, shkruan Blik. Por nuk është kështu, sepse në janar Avdullahu kishte deklaruar se nuk kishte marrë asnjë kontakt nga Kosova. Tani me transferimin e tij në Bundesligë te Hoffenheimi, ai papritur është vënë në radarin e presidentit të federatës. Një kafe në Bazel me yllin e futbollit Leon Avdullahu, urime për fitimin e titullit me FC Basel dhe për transferimin të Hoffenheim, shkroi Ademi në mbishkrimin e fotos. Që nga U15 Avdullahu ka përfaqësuar Zvicrën, a do të japë rezultat përpjekja i 63 vjeçarit Ademi? Një gjë është e qartë, Avdullahu, i gjyshit e cili dikur jetonte në Zvicër, është një vendas i vërteti sonë turnit dhe ndihet më së shumti në shtëpi në Gerlafinger, një komunitet me 6.000 banor në rrethin e Vasseramt. Ai ka luajtur për Zvicrën që nga nivelli U15 dhe duket se është vetëm çështje kohe para se të marrë thirrjen e parë në ekipin kombëtar të arriturve. Kështu që flet me zyrtarit të shoqatës zvicerane të futbollit, i kupton respektin që gëzon Avdullahu brenda federatës. Zvicra është e pozicionuar mirë në mesfushën qendrore, me Granit Xhakën dhe Ardonia Sharin që kryen rol të rëndësishëm, por një lojtar si Avdullahu me një 71 paraqitje zyrtare në mesfushë në këtë moshë të re, është i renditur ndër 4 mesfushorët më të mirë U21 në botë, nuk ka arsye të ketë frikë nga konkurrenca. Vet Abdullahu nuk është duke menduar aktualisht se për cilën skuadër kombëtare do të luajë. Fokusi i tij është te Hoffenheimi, që nis përgatitet për sezonin e ri në katërkorik. Ai shihet si një lojtar kyç në planet e trajnerit Christian Ilzer, shkruan Blik.